صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد صلوا على خير خلق الله محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. ويقول تعالى أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف إذ قال العبد يا رب قال الله لبيك عبدي سل تعطى صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Shumë të nderuar vëllezër musliman, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdrimet çdo mend që i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu, të cilin e falenderojnë, i bëjnë sejdë dhe i nënshtrohen atij çka ka në qiell mes tyre dhe në tokë. Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Selavatet dhe selam nderuar vëllezër në këtë ditë xumaje, në ditën më të mirë, më të bukur të cilën lindën dielli, bashkërisht kështu si jemi ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Atij dhe familjes së tij të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sot do të vazhdojmë me komentën e disa ajeteve kuranore që kanë të bëjnë me lutjen, që kanë të bëjnë me duan, që kanë të bëjnë me të kthyrit tek Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu, edhe çuditë të cilët i ka bërë lutja, apo lutja është një aspekt dhe një ndjenjë e cila bën çuditëra kur ajo bëhet me përkushtueshmëri, kur ajo bëhet me nënshtrueshmëri, kur ajo bëhet me sinqeritet dhe kur ajo bëhet pas ibadeteve të ndryshme, sepse Allahu xhaleshanu xhela xhelalu vetë na mëson se ai ka qejf që ne ta lutim Allahu xhaleshanu xhela xhelalu. Sot vërtet njerëzit janë në një krizë jashtëzakonisht të madhe, janë në një krizë jashtëzakonisht të tejskajshme, shpirtërore, psikologjike, edhe njeriu është nevoja më e madhe, tani është ajo nevoja më e madhe që njeriu të i kthehet Allahu xhaleshanu xhela xhelalu me gjitha ibadetet e tij, me gjitha ato niyetet e pastra dhe të i kthehet Allahut me ibadetin më parë, do të thonë me namazin që është ibadeti kryesor, sepse vetë Allahu xhaleshanu e përmend disa herë namazin, duke na bërë me dije neve se vetëm me namaz do shpëtoni. Namazin ledhin yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, ata të cilët falin namazin edhe japin nga ajo që ne ju kemi dhënë, më në fund të ulaike humul muflihun. Këto janë ato të shpëtuarit. Keni flam, ju e keni shumë mirë. Edhe kad aflaha al-mu'minun alladhina hum an salatihim khashi'un, ata të cilët në namazin e tyre janë të përkushtuar, të nënshtruar mirë, ata janë të cilët do të shpëtojnë me një vend tjetër, apo më poshtë ju hafidhun, ata të cilët e ruajnë namazin e tyre, këto njerëz do shpëtojnë. Pse duhet me u falë? Pse duhet me falë namazin që ne vazhdimisht e përmendim si namaz, si adhurim? Duhet sepse brenda namazit kemi shumë lutje. Edhe njeriu që falë namaz e lutën Allahun më shumë se ai që nuk falë namaz. Ta dini. Ju ren apo ju gënjen ai njeri i cili thot unë e lut Zotin non stop.
Ti e lutur, por lutjet kërshi Allahut, drejtuar Allahut, janë më të pranuara kur ato janë të ndërlidhura me ibadet, jo i dashur vëlla, me ibadet. Për shembull, i jep agjeron, është ibadet agjerimi. Edhe brenda agjerimit ti lutesh vazhdimisht, Allahu këtë lutje e don. Pse? Se ti para prakish je shumë më i përgatitur me agjerim se sa pa agjerim. Ose je duke shkuar në haç dhe mbrin atje në haxhillëk, ndryshe e madhëron Allahu, ndryshe e lutën Allahu, ndryshe Allahu ti dëgjon lutjet tuaja se sa kur je jashta haxhillëkut. Edhe me namazin është çështja njësoj. Para mendoni. Për shembull, ne sa i bëjmë 33 sejdë që i bëjmë gjatë ditës, 33 sejdë, edhe themi para sejdës në uljet tona të tehiyatit, Rabbena atina fid dunya hasana, o Allahu in, o Zoti in, atina fid dunya hasana, na jep në këtë dynjë gjëra të mira, na jep të mira në këtë dynjë. Edhe nëse nuk falesh ti, nuk je në tehiyat, nuk je në gjumë. Nëse nuk falesh, nuk je në gjumë, se nuk falesh. Edhe nuk e lutën Allahun në këtë formë që ne e përmendim. Ke parasysh. Edhe pastaj atina fit dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Edhe o Allahu in, na jep të mira edhe në ahiret. Sepse të mirat janë paralelisht apo paralel duhet të kërkohen për Allahu xhaleshanu. Jo të mira vetëm në dynjë, por të mira edhe në ahiret. Paralel 50-50. Bile, ma shumë për ahiret, sepse është e përjetshme, se sa për dynjë e cila është e përkohshme, është normal. Një ditë nuk do jemi, do jenë qerë, edhe ato nuk do jenë qerë, edhe kështu është procesi dhe suneti Allahut, apo ligji Allahut në kosmos edhe në tokë. Kini parasysh. Pastaj, e lutën Allahun xhaleshanu, Rabbena gfirli, wali walideje, wali mu'minine, o Allahu im, më fal mua, shkoni, o Allahu im, më fal mua, këtën lutjet më të mira që i ka përmend Kurani. Lutjet më të mira që i ka përmend Kurani janë. Prandaj, mos ishin më të mira, Allahu nuk do ta urdhonte Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam që këto lutje të jenë brenda namazit. Diçka që nuk është e rëndësishme, nuk e vendonte Zoti namaz. Shifni këto lutje Allahu i ka venduar namaz, ke tehiyati. Rabbena atina, Rabbena gfirli, wa li walideje. O Zot, më fal mua, fali dhe prindërit e mi. Kjo është shumë e rëndësishme është. Fali dhe prindërit e mi. Bojnë pyetje dhe parashtrojnë pyetje. Ai njeri i cili nuk falet, sa herë lutet në ditë për babën dhe për nanën? Sa herë lutet në ditë? Hiç nuk lutet gati se. Hiç. Ose nëse i shkon mendja një herë, mos him gjina, mos him gjina. Një herë ndoshta i shkon mendja, në ditë ose në javë. Besimtari dhe besimtarja që falin namaz, për prindërit e tyre qofshin të gjallë apo të vdekur, luten gjatë ditës ka 10 herë ma pak. Ka 10 herë ma pak luten. Apo 20 herë se ka në sunete, ka dhe farze, ka dhe son sunete, ka dhe salati vitër. Afër 30 herë besimtari dhe besimtarja e lutën Allahun për prindin e tij apo të saj, të vdekur qoftë apo të gjallë. Shikoni sa ju dalin hakut prindërve këto që falen, edhe sa ju dalin hakut prindërve ato që nuk falin namaz. Është shumë rëndësishme është. Lëre që lutesh për vete namaz, por lutesh edhe për prindërit tu që kanë shku në ahiret, apo që janë në dynja. Rabbena gfirli, o Zot më fal mua, fali edhe prindërit e mi. Wali walideje, wali mu'minine, wali mu'minati yawm yakumul hisab. Fali edhe besimtarët dhe besimtaret ditën në të cilën do të jepet llogaria. Shkoni, ai që falë namaz 30 herë lutet, lëre që lutet për prindërit, lutet për veten e tij, lutet edhe për krejt besimtarët qofshin të gjallë apo të vdekur. Lutet për krejt besimtarët. Brenda namazit bën lutje. Shkoni. Sikur mos ishte lutje e rëndësishme, Allahu nuk do t'i vendonte këto dy duaja në fund të uljes tonë apo në tehiyat që le i themi. Në uljen e parë qoftë ose në uljen e mbrëm nëse është ka 4 rekat, apo në uljen e parë nëse është nga 2 rekat namazi suneti apo farzi. Keni parasysh që sa të rëndësishme janë lutjet. Prandaj Allahu xhaleshanu e përmendën kështu. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam e tregoi shkakun pse zbriti ky ajeti numër 186 nga surja El Bekare.
është shumë interesante. Një njeri në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, erdhi një njeri edhe i tha: O Muhammed, ndoshta nuk ishte besimtar, me siguri se i është drejtuar me emër. O Muhammed, Allahu është afër apo është larg nesh? Që ta lusun. Këtë Allahun që ti na pretendon, këtë Zotin që ti na pretendon, a është afër nesh, a është larg nesh, Zoti? Kjo është pyetje e këtij njeriu. Allahu është afër nesh apo larg nesh? Dua ta lus. Shifni, kjo koncepti i shekullit të 6, mos habiteni. Ato njerëz normal që kanë marrë kështu pyetje. Po edhe ne sot në shekullin 21 bëjmë pyetje njësoj gati se a është Allahu larg, a është Allahu afër, a na sheh, as na sheh, si na sheh, si nuk na sheh, a si na dëgjon. Bëjmë kështu pyetje her pas here për Allahun xhaleshanu, edhe ato kanë bërë kështu pyetje. I thot: Ja Muhammed, o Muhammed, Allahu është ngat a larg? Është afër apo është larg? Edhe men njëherë mbas kësaj pyetje, zbret ajeti numër 186 nga surja El Bekare. Kjo ajet të dashur vëllezër ka zbritur, është shumë interesant se ka zbritur me njëherë, do me thonë, nuk është vonuar përgjigja Allahu xhaleshanu o xhelalu. Me njëherë ka zbritur ajeti 186. Shumë e rëndësishme është. Me njerë, thot pejgamberi Islam, as një ajet nuk më është zbritur kaq shpejt sa ky ajet. Cili është ky ajet pra? Ky ajet është kështu thot: Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. O Muhammed, kur të pyesin robërit e mi, wa idha sa'alaka, kur të pyesin ti, tregon që atë e ka pyet dikush. Wa idha sa'alaka ibadi anni, kur të pyesin robërit e mi për mua, kjo është një formë ledhatimi që Allahu na bën neve dashur vëllezër. E shifni si thot, kur të pyesin robërit e mi, Allahu derisa na thot robërit e mi, tregon një dashuri të pafundme që ka Zoti për robin. Shumë dashuri të madhe ka Allahu për robin. Po pse e sprovon? E sprovon se e don ta pastroje ndoshta. Don ta shpëtoje. Edhe ne më njëherë kapena për sprovave. Edhe kur sprovohemi, mendojmë se Allahu nuk na don. Përkundrazi, ndoshta kulmi i dashurisë më të madhe e Allahut ndaj nesh mund të jetë në rastin e sprovave. Në rastin kur ai na sprovon neve, pse don të na tregojë që ti dua të të shpëtoj dhe dua të të pastroj. Edhe Allahu shprehet kështu: Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. O Muhammed, kur do të pyesin, se tashmë është pyetja ishte bërë. Si tha ai personi: O Muhammed, Zoti është afër, është larg. E Allahu i thot me njëherë atë ditë, atë moment i vjen Xhibrili dhe i thot: O Muhammed, Allahu të thot në Kur'an kështu. Çfarë të thot? Të thot: Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin robërit e mi, do me thonë më të dashurit e mi, për mua, inni qarib, unë jam shumë afër tyre. Njeri kur bën dua, edhe kur zbën dua, Allahu ne ka shumë afër. Edhe kur bën mirë, edhe kur zbën mirë, Allahu ne ka shumë afër. Edhe kur bën gjina, edhe kur bën sevap, Allahu ne ka shumë afër. E sa afër e ka? Wa nahnu akrabu ilayhi min hablil warid. Ne jemi më afër ju se sa damari i qafës. A ka diçka më të afër se sa damari i qafës? Jemi dhe në zemrat tuaja, thot Allahu lëshanu. Si thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, nëse ti do të ndryshosh diçka, do të tentoje të ndryshoje diçka nga Kur'ani, nga fjalët e mia, ne ty do t'i kpusim damarët e zemrës. Edhe me zemrën, Allahu ka kontroll edhe zemrën tonë, shkoni, si shprehet. Por, në anën tjetër thot, wa nahnu akrabu ilayhi min hablil warid. Ne jemi ma afër tyre se sa damari i qafës, ma shumë se sa mendojnë ato se sa është afër Zoti me ne. Hala ma shumë. A është çdo moment Zoti me ne, çdo momentet. Allahu e mëson Musajin alayhis salam, e mëson Musajin se si të ballafaqohet me faraonin.
inni ma'akuma esma'u wa ara. Faraoni kur u desh shkoje ke Musa a.s. kur u desh shkoje te Faraoni, Allahu e urdhoi, shkoje te Faraoni dhe ta thras në fe, ta thras në monoteizëm, në Zotin një. Edhe çfarë i tha Musa a.s. Zotit? I tha, o Zot, unë kam frikë. Kam frikë se mua dhe vllaun tim ndoshta do të na maltretojnë, ndoshta do të na vrasë, se unë kam vrarë një njeri para se të iki nga Egjipti, ndoshta do të sillet keq, ndoshta Faraoni do e teproj me ne. Do e teproj me ne me dhunën e tij ndaj nesh. Musa i thot Allahut, edhe ndjenja e frikës është normale te çdo njeri, por ka qenë edhe te pejgamberët. Ka qenë te pejgamberët, aq më tepër kur kanë pas të bëjnë punë me çfarë? Me zullumqtar si Faraoni. Allahu dini çfarë i thot? O Musa, shko te Faraoni. Idhheba ila Firaune. Shkoni te Faraoni, sepse thot, unë jam me ju. Inni ma'akuma esma'u wa ara. Unë jam me ju, edhe dëgjoj edhe shoh. Dëgjoj se si do zhvillohet biseda, edhe shoh se si do zhvillohet, edhe si do sillet Faraoni me ju. E shifni që Allahu çdo herë me ne. Ne nuk duam të argumentojmë se Allahu a është, a nuk është me ne, por të përkujtojmë se në çdo gjendje tonën Allahu na shef dhe na ndëgjon neve. Esma'u wa ara. Na ndëgjon edhe na shef. Si i sheh krejt? Ai sheh me të pamurit e vet hynor. Allahu sheh në formën e tij hynore, nuk sheh në formën tonë ne si shohim. Në 3 metre larg, 5 metre dhe çanç mbaron shikimi i pastër. Usos puna. Mbas murit mos diskutojmë. Allahu njëkohësisht sheh çdo gjë, njëkohësisht. E kjo është e pamje hynore, pamje zotërore. Kështu sheh Allahu në formën e vet, nuk sheh në formën tonë. Nuk sheh në formën tonë. Ai thotë, shkoni te Faraoni, unë dëgjoj dhe shoh, esma'u wa ara. Unë do të dëgjoj, jam në gjendje, ti bujt shmas Faraonit, vetëm ai mos hakmirë ndaj jush. Inni ma'akuma, unë jam me ju, esma'u wa ara. Ai sikur neve ende sot na thotë të dashur vëllezër, inni ma'akuma, esma'u wa ara. Unë jam me ju, dëgjoj dhe shoh. Falyestajibu li. A që e përmendëm pak më parë, pjesën e parme, e më përparme, çfarë thonte? Inni qarib, unë jam shumë afër, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutën mua. I përgjigjem, ujibu. Allahu na garanton neve përgjigjen e lutjes tonë. Pejgamberi Islam ka thënë, "Ed-du'au ibade." Një ndër format e ibadetit është edhe lutja, dashur vëllezër. Duaja është ibadet në vete. Mbas namazit, prandaj duhet të lutemi. Pse? Se momentet e ibadetit janë momentet ku më së tepërmi edhe më kollaj, edhe momenti më i mirë është kur pranohet duaja, lutja. Nëse ke ndonjë dëshirë, ndonjë hall, ndonjë problem, ndonjë smundje, ndonjë kolaps ekonomik, kolaps psiqik e kështu me radhë, e shpirtëror, lutë Allahun kur momenti më i mirë është mbas namazit. Momenti më i mirë është mbas namazit. Pse? Ti ke pastruar veten tënde përmes namazit dhe Allahu nuk i kthen lutjet prap nga ai njeri që është i pastruar. Allahu ti vjen turp ta kthejë lutjen prap. Nuk e kthen lutjen prap, sidomos nëse bëhet mbas namazit, lutja. Mbas çdo namazi, s'ka problem. Natën është mënyra edhe momenti më i mirë gjatë natës. Është më qetë, nuk ka njerëz, je vetëm, nuk ka dyftësi, ka modesti, ka sinqeritet, edhe atëherë është momenti më i mirë ta lutish Allahun xhaleshanu, aq më tepër mbas namazit të yatsis, mbas namazit të sabahut, apo mbas namazit të natës e kështu me radhë. Por edhe gjatë ditës Allahu çdo herë me ne na dëgjon dhe na shef. Falyestajibu li, let më përgjigjen mua, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nëse duan të udhëzohen, të jenë të udhëzuar, le të më luten mua dhe le të më besojnë mua, askënd tjetër hiç. Kjo është ajeti, aq që tham pak më parë, është të dashur vëllezër, ajeti i cili më shpejt ka zbrit. Më shpejt.
Më shpejt, më njerë. Sa është bërë pyetja, më njerë ka zbrit. Në kaptinën Gafir, ajeti numër 60-61 të shtu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu luqen na ka bën fars neve. E dini? Luqen që dua që duhet t'i bëjmë, ne kemi patjetër t'i bëjmë. Patjetër. Allahu në një vend tjetër thotë, nuk do kish i shpëtuar sikur mos ishin luqet tuaja. Shkoni, luqet tona janë edhe shkak për shpëtim. Shkak për shpëtim janë. Luqet tona. Lutë Zotin. Jo vetëm të falish namaz, veç namazit lutë Zotin. Edhe pse atë që tham në fillim të ligjëratës, brenda namazit ka shumë lutje, aq më tepër Rabbena atina, Rabbena kfirli kështu me radhë. Edhe mas namazit, mbas çdo ibadeti thotë lut Allahun xhel xhelalu. Wa qala rabbukum ud'uni. Allahu ka thonë më lutni mua, ka thonë ud'uni, monira apo folja është në monirën urdhërore. Çdo folje që është në monirën urdhërore në Kur'an është formë farzi dhe quhet farz. Do të thonë patjetër e kemi ta lutim Allahun xhaleshanu. Nëse atë nuk e lutim, cilin do e lutim tjetër? Lutet cilën duhesh, nuk mund të t'i kryej nevojat dhe hallet tuaja ashtu siç t'i kryejn Allahu, sepse ai din më së miri. Astajib lakum. Shkoni, me njëherë garanca e pranimit të lutjes është me njëherë. Garanca me njëherë është aty është, shkoni. Astajib lakum, do t'ju përgjigjem gjithsesi. Shkoni, pranimin e lutjes ne kemi të garantuar. Ne kemi një problem, dashur vëllezër. Ne problemi jonë është të vendosim të i lutem në Allahu xhaleshanu. Ne s'u vendosim të i lutem në Allahu xhaleshanu. Duhet vendosur për t'i lutur Zotit. Lut ju thot, astajib lakum, garancë do t'ju përgjigjet Allahu xhaleshanu. Shkon Ebu Hurajra radiallahu anhu, ju e dini shumë mirë Ebu Hurajrën, kush ka qenë një ndër njerëzit më të afërt të pejgamberit alayhis salatu wasalam, shërbyesi më i mirë, më i devotshëm, ai i cili ka qenë shumë fukara, shumë i varfër. Edhe ai i cili është prej sahabeve që më së tepërmi ka transmetuar hadithe prej pejgamberit alayhis salatu wasalam, që ne shumë hadithe me mijë apo me qindra hadithe që i kemi sot në mesin ton janë të transmetuara me transmetim të drejtë, të sinqert dhe autentik nga Ebu Hurajra. Ky njeri e nanën e ka pas problematike se nuk e ka dashur nëna e këtij, se ka dashur hiç Muhamedit alayhis salam. Shkoni. Nëna e Ebu Hurajrës. Edhe s'ka qenë besimtare. Nuk ka qenë besimtare nëna e Ebu Hurajrës. Lëre që s'ka qenë besimtare, por thot nëna e Ebu Hurajrës e ka ofenduar shumë pejgamberin alayhis salatu wasalam. Çdo herë ka fol keq për Muhamedit alayhis salam. Prandaj mos mërziteni kur folën keq dikush për ju. Kan fol për pejgamberin alayhis salam keq. Kan fol edhe për Allahun keq. Allahu kanë thonë që ka fëmijë. Allahu kanë thonë që ka vajza, astagfirullah. Allahu kanë thonë që ka djalë, astagfirullah. Krishterët dhe jehudit. Edhe për Musën alayhis salam kanë fol keq, edhe për Isën kanë fol keq, edhe për Ibrahimin kanë thonë është jehudi, është nasrani, është jehudi, është krishter, është mushriki, kanë thonë Hazreti Ibrahimit alayhis salam. Muhammedit alayhis salam i kanë thonë që je është i çmendur, sheh ëndra, sheh është në halucinacione, nuk është në mend. Ai thot poezi, ai thot magji. Shkoni, për pejgamberët, për Allahun kanë fol keq, e mos u mërzit nëse folin keq për ty, për mua ose për atë tjetër. Hiç mos u mërzit. Vetëm se të falin apo të lajnë gjina dhe të i marrin çato gjina që i ke edhe të pastrojnë, elhamdulillah. Edhe kjo ka fol keq për pejgamberin e Islam. Edhe e ka ofenduar, më shumë e ka ofenduar nëna e Ebu Hurajrës. Ebu Hurajra sa i dashur, sa i afër me pejgamberin e Islam, kjo ka fol keq. Shifni? Mos habiteni. E folmja keq për njerëzit është fenomen. Fenomen, por e folmja keq apo përgojimi është një fenomen i cili i shkatron dhe i gjik punë të mira si zjari që e gjik barin, e thatë. Ashtu përgojimi edhe ofendimi i shlyen edhe i fshin punë të mira të atij personi që përgojon dhe që folën keq. Ebu Hurajra e lutte nënën e tij, edhe i thonë të mos fol keq se ti nuk e njeh Muhamedit alayhis salam, mos fol keq, mos e ofendo pejgamberin e Allahut, mos e ofendo se ti nuk e njeh. Ajo përsëri vazhdonte dhe folte keq për Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Edhe Ebu Hurajra vendosi të shkoj
te Muhamedi alayhi salatu vesselam dhe t'i bëj një lutje të madhe, madhështore. Shkoni çfarë lutje i ka bërë Ebu Hurajra pejgamberit alayhis salam. Shkon thot selam aleikum ya Rasulullah, kam një lutje shumë të madhe, asnjëherë nuk kam lut asgjë hiç. Por të lutem këtë lutje të ma pranojsh, të bësh diçka që të të kërkoj. I thot Muhamedi alayhis salam, urnoha Ebu Hurajra, çfarë është puna? A bën thot Ebu Hurajra, i thot Muhamedi alayhis salam, a bën të bësh një dua për nënën time që ta udhëzoj në Islam? Të bësh dua. Shkoni, duaja është qelsi, apo mukhul ibade i thonë arabisht, është truri i ibadetit, duaja, lutja. Aq më tepër lutje pejgamberëve e cila nuk është të kthyer prap. Këto lutjet e vogla i ka bëu Muhamedi alayhis salam, ndërsa lutjen më të madhe Muhamedi alayhis salam e ka rujt për në botën tjetër. Gjithë pejgamberët i kanë shfrytzuar këto bonuse apo këto lutje i kanë harxhuar në këtë dynjë, i vetmi është Muhamedi alayhis salam i cili e ka rujt lutjen më të madhe për në botën tjetër, të shpëtoje ummetin e tij. Inshallah, qofsim të shpëtuar të gjithë inshallah. Edhe i thot, ja Resulullah, lutë Allahun ta udhëzoj nënën time. Muhamedi alayhis salam pa një pa dy i çon duart. O Zot, udhëzoje nënën e Ebu Hurajrës në Islam. Kaq. O Zot, udhëzoje nënën e Ebu Hurajrës në Islam. Edhe shkon Ebu Hurajra. Shkon në shtëpi, dietarët dhe historianët thuan, kjo është duaja e pejgamberit alayhis salam që më shpejt është pranuar. Nuk ka shkuar as 20 minuta është pranuar. Aq sa ka shkuar Ebu Hurajra prej të xhamie pejgamberit alayhis salam deri në shtëpi. Kur shkon, nëna e Ebu Hurajrës ka qenë duke u pastruar dhe i thot Ebu Hurajra, qëndro atje, mos hajde këndej, mos u afro. Se jam duke u pastruar. Pastrohet dhe vishet edhe del. Ebu Hurajra shtangët i ngrati, mendon se përsëri nëna e tij do të filloje me ato fjalët ofenduese që kishte ndaj pejgamberit alayhis salam. Ajo e veshur, e mbuluar mirë, e pastruar mirë, thot eshhedu en la ilaha illa Allah wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Shkoni, duaja e pejgamberit ishte pranuar për 20 minuta. Mënyrë, hiç nuk i ka fol askush, vetëm se tha, o Zot, udhëzoje nënën e Ebu Hurajrës. Edhe udhëzova mënyrë. E pranoi Islamin dhe tha shahadetin, brenda 20 minutave kjo dua e pejgamberit alayhis salam. Normal Muhamedi alayhis salam Allahu se ka kthyer prap duat, por nuk i kthen edhe duat tona, e dini, nuk i kthen prap. Ud'uni astajib lakum. Neve na thot, më lutni mua, unë do t'ju përgjigjem më njëherë. Unë thash pak më parë, ne vetëm një problem kemi si musliman. Ne duhet vendosim t'i lutën Allahut, t'i lutën. A ma pak kush i lutet Allahut? Ma pak i lutet Allahut ato që nuk falin namaz. Nuk duhet t'i ofendoj. Por matematikisht dhe logjikisht ashtu thot logjika, sepse ai që është në namaz çdo herë luton Zotin, Rabbena atina, Rabbena gfirli, e thot. Edhe bën Allahumme salli ala, Allahumme barik ala, ettehiyatin e thot. E thot kulu vallahin nat, e thot edhe elhamdulillahin, falendron Allahun në kam. Pa ai që nuk falë namaz nuk i bën këto punë. Nuk i bën. Prandaj them, ata që falin namaz më së tepërmi e lutin Allahun xheleshanu wa xhelalu. Andaj edhe ne më para çfarë? Për të shkuar drejt rrugës së lutjes duhet të kapërcejmë në përbafshën e namazit. Nëse nuk jemi në bafshën e namazit, nuk jemi as në kopshtin e lutjes. Allahu na pranoft të gjithëve inshallah ibadetin ton. Allahu na i pranoft lutjet tona. E udhëzoft rinin ton, familjet tona, i ruajt nga çdo e keq, ya Rabbel Alamin, i shëroft të sëmurit ton, i udhëzoft të humburit ton, ya Rabbel Alamin, edhe i bof magfiret të vdekurit ton, fjala jonë dhe frima jonë e fundit në këtë dynjë qoftë la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, walillahi l-Fatiha.